Mirë mëngjesi Sara dhe mirë se vjen vikend. Mirëmëngjes. Në me të pas këto yllin e vërtet të Supernovës. Yje, kemi shumë yje. Unë dhe Lindriti jemi ata yje që nuk shien asnjëherë. Si që dhejzë të shimet. Ku jemi afër Sarës. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe, po. Si je Sara fillimisht? Një verë me shumë angazhime. Po njës projekt të ri këto me Supernova 2, fillimisht si jeti, si po mundesh me i menaxhu gjithë këtë pjesën e angazhimeve të shumta që i ke. Vera 2026 flok, po besoj që është për ty. Jam shumë mirë, më pëlqen shumë kjo dinamika, më pëlqen këto valet e forta që je duke punu gjatë kohës e pastaj qetësohesh. Nuk më pëlqen rutina, praktikisht kam jetën që është ideale për mua, për dinamika që më pëlqejnë. Sidomos tani me fillimin e Supernovës 2 që kemi nisur pak me vonesë për shumë arsye, se kemi patur edhe futbollin. Domethënë, besoj që timing është perfekt, edhe gjithçka, planetet janë harmonizuar. Studio. Universi po bën punën e vet. Universi unë besoj shumë të këto gjëra, praktikisht unë besoj shumë që gjithçka ndodh për një arsye. Edhe studio më pëlqeu shumë. Kemi shumë risi praktikisht këtë vit. Se ideja është nëse është me një sezon të dytë e një emisioni, mirë dhe ishte me sjell risi. Risi, sigurisht. Po ti si po ndihesh pasi po fillon sezoni i dytë i Supernovës? E ke mendu kështu që do të ketë sezone tjera kur e keni përmbyll sezonin e parë? Po. Sigurisht që po. Sepse ka qenë shumë i suksesshëm. Po, ka shkuar shumë mirë. Sigurisht kur është diçka shumë e re, do ketë problematika të ndryshme, por besoj se ne kemi bërë me çfarë mundësi kishim më të mirën. Shqyr ka patur një ndikim, vajzat që dolën kanë pasur një sukses që praktikisht suksesi i emisionit ai është. Sigurisht janë numrat e shikuesave, por tani suksesi i vajzave që kanë përtek emisionit aty është suksesi i vërtet, edhe ne jemi të kënaqshme që vajzat kanë krijuar një të ardhme për veten e tyre. Po si kanë shku aplikimet në këtë edicion të dytë, Sara, kemi dëgjuar që ka qindra aplikus, qoftë meshkuj, qoftë femra, për të rëmbyer ndoshta titullin dhe vendin e parë. Si kanë shku? Ka patur sasi, shumë njerëz janë interesuar, diçka që ne na ka bërë shumë të lumtur, sepse ne dimin që do ketë një lloj interesi, sepse sezoni parë shkoi mirë, por nuk e dimin që do ishte deri në këtë nivel. Besoj se ndihmoi shumë fakti që kemi shtuar një ekstra element që është elementi i çunave, që ka ardhur për shkak se na kanë ardhur shumë mesazhe, shumë emailë, pse jo edhe në çunat, edhe ne. Praktikisht kur ke shumë kërkesa, duhet të krijosh hapësirë. Është një element shumë interesant. Është herë e parë që ndodh në një emision me modele të shtojnë edhe çuna zakonisht, kur mendon për modele ke vetëm vajzat. Por ky elementi besoj që do e bëj gjithë gjën më interesante, pse jo të japim shanse edhe çunave, sepse tashme 2026 është koha që kanë ikur këto tabut për pjesën e modelingut, edhe për pjesën e disa profesionave. Këtë pjesë, pse ka pas shumë komente. Kanë të afërt edhe të gatshëm të vinë edhe të modelojnë? Shumë. Ndoshta më shumë se vajzat, mund të them. Kemi patur çuna që... Ju japit një mundësi ndoshta për herë të parë. Interesimin e kam në maksimum. Po. Momenti me shfaq veten. Mezi e kanë prit edhe... Nuk është se vetëm kemi patur sasi, por kemi patur edhe kualitet. Kemi pasur... Se tani duhet me pas disa kritere për këtë emision. Kanë qenë të gjatë, kanë qenë shumë... Tani bukuria është relative, po kanë patur këtë lloj bukurie që nuk e ke parë vërdall. Sepse ke Instagramin, mund të bësh scroll të shohësh njerëz të bukur. Nuk kanë qenë fytyra Instagrami, kanë qenë fytyra modelingu që shumë kollaj mund të shifja në Milano, në New York, në sfilata, pas një lloj egzagjerimi, sepse janë portrete të veçanta. Edhe ky element po shifi ja Floriani, po shifeshim me njëri tjetër, jemi mirë. Kualitet. Domethënë fytyra që ti mund të punosh, të bësh diçka shumë të bukur. Edhe, po, na ka bërë audicioni, fryma audicioneve na bërë shumë të lumtur. Kanë qenë brenda pritshmërive gjithë këto aplikime, Sara, apo kanë dalë për te çdo pritshmëri që e keni menduar ju dhe stafi? Kanë te i kalu pritshmërit. Domethënë ne prismë që të shkonte mirë, por kanë te i kalu pritshmërit. Po cilat kanë qenë kriterë për të aplikuar në Supernova, qoftë meshkuj, qoftë femrat? Ta kesh qef këtë gjë, thjesht të dorëzo 3 fotot e tua, disa informacione, mbi 18 të jesh, edhe thjesht të vish aty e tregosh veten tënde. E gjithmonë se i shifja ishin ullur këtu te kafja dhe që ishin pak e ki përsysh të ndrojtur, sepse për ata ishte herë parë që do shfaqeshin me kameran.
Shumë insan nuk ishin punuar kur nuk janë marrë me photoshooting, domethënë ishte tamam eksperjenca e parë, që unë e vlerësova shumë që besuan Supernovën për eksperiencë të parë. Se nëse është të kthejmë tek fillimet e mia, është shumë e frikshme. Ndoshta ne tani jemi mësuar me 100 kamera dhe nuk na bën përshtypje, por në një person që nuk është ekspozuar, është një element që është stresues, të ndrojt, nuk mund të tregosh veten tënde. Edhe gjithmonë njerëzit thonë ke parasysh që mbrapa kamerave jam ndryshe, para kamerave jam ndryshe. E gjithmonë jam munduar me i qetësu. Se po e menaxhoni këtë pjesë pikërisht Sara. Po keni biseda me ta që tentoni me i qetësu dhe me nxjerr naturalitetin e tyre? Janë këto seanca. Po, sepse është normale dhe duhet pak të futesh tek pozicioni tjetrit që nuk është mësuar me këtë jetë që bën ti, edhe prandaj edhe audicionet këtë vit kanë qenë ndryshe, nuk janë si audicionet vitin e kaluar, kanë qenë më intime për të jap një mundësi tek njerëzit që të shfaqin veten e tyre në mënyrë pak më të mirë, më confident, që të heqin pak këtë elementin e ndrojtjes, ndoshta. Po si kanë shkuar audicionet pikërisht, meqense jemi te kjo pjesë Sara. Po thua që keni pas bisedë 1-1, më secili prej tyre. Si kanë shku? Shumë mirë. Shumë mirë, pak më pozitive, pak më të çlirë, ka qenë pak më mirë. Energjik. Po, më energjik, më vetbesim, se vetbesimi është një element që e kanë në mbrapa kamerës, por para kamerës i zhduket. E kishin. Sigurisht që pjesa kryesore është edhe paraqitja e modelit edhe modeles, po çka tjetër shikoni edhe mundoni me gjetë tek një personazh, te një konkurrent? Unë ja thash këtë gjë në fakt, personaliteti është shumë i rëndësishëm. Mos e kish kuptojmë se unë e di shumë që është reality, do kesh debate, do kesh zhvillime situatash, sepse është njerëzore kur shumë njerëz bashkëjetojnë. Personaliteti është shumë i rëndësishëm sepse është një fushë e vështirë, si çdo fushë. Sigurisht nuk mund ta krahasosh tani me mjekët, e bëjmë këtë, e ndajmë këtë gjë, është një fushë e vështirë me vështirësitë e veta, që ka konkurrencë, ti do të trajnohesh, nuk mund të vish aty me kokëforcina që unë i di të gjitha. Ti do të trajnohesh nga njerëz që kanë 10 vite, mbi 10 vite eksperiencë. Praktikisht ti duhet të ulësh egon tënde, ti dëgjosh edhe të zhvillohesh. Edhe kërkojmë elemente personaliteti e një njeriu që mund të pranojë gabimet e veta ose që nuk është perfekt ajo gjë. Nuk ka njohuritet. A pëson nëse dikush është në paraqitje të bukur, po nga personaliteti, si me thonë, qalon? Ndrojtur. Nuk do ecësh në këtë industri, është shumë e vështirë me ecë në këtë industri, nëse ti nuk ke personalitetin me thithë si synxher, të gjitha këshillat që do të vinë që të zhvillohesh. Kjo industri do zhvillim patjetër. Sepse nëse ti je njësoj te 2 kampanjat e tua të para dhe nuk zhvillohesh për te, nuk të merr asnjëri. Nuk ka asnjëri kohë në kohën që jetojmë ne të presi ty të zhvillohesh. Nëse u zhvillove, okej, nëse nuk u zhvillove, ka 100 njerëz që mezi po presin të zënë vendin e punës. Po Sara, çka të ka mësuar ty eksperjenca në Supernova 2 që tash je shumë e gatshme për Supernova 1 që tash je shumë e gatshme për Supernova 2? Besoj se më ka mësuar shumë gjëra dhe tani punojmë edhe me një grup tjetër, më shumë rrjedhshmëria. Unë mundohem të ruaj ftohtësinë time, edhe ndoshta konkurrentët nuk e kuptojnë, po e kuptojnë në fund që unë jam goxha e ftohtë me ata për shumë arsye. Unë nuk mund të jem shumë e ngrohtë me ata sepse ndoshta keq kuptohet nga konkurrentët e tjerë. Që mos kemi dasi, favorizme. Unë mundohem të jem sa më e ftohtë edhe kjo gjë mua sezonin e parë më ndihmoi edhe pashi rezultoi mirë dhe besoj që do vazhdojnë në të njëjtën mënyrë. Duhet me qenë e ftohtë me konkurrentët edhe mos kemi keq kuptime. Keq kuptimet mund të evitohen. Sa është e vështirë edhe për ty që me ndrru pak karakterin e të jesh pak me ndrojtur edhe mos me i fol kështu. Me ftohtë. Me ftohtë ti jesh. Unë i flas atyre, absolutisht, por ideja është që duhet të jesh sa më profesionale që mos keq kuptohen gjëra. Edhe unë e kam pak të vështirë sepse jam shumë e ndjeshme dhe shumë emocionale dhe nga momenti që unë kam qenë te vendi i tyre, jam e ke parasysh, s'ka gjë dhe kështu. Po mundohem të jem pak më e tërhequr, sigurisht që unë jam aty se elementi njerëzor duhet me qenë patjetër aty me ndihmu ata, me orientu, sepse janë situata emocionale që ndoshta shfaqen nuk faqen në kamera, por unë jam tek xhirimet kudo, nuk jam vetëm për pjesën e prajmeve, jam për pjesën e sfidave, udhëtimet, unë jam involvuar 24 orë në këtë projekt me shpirt edhe me trup. Unë jam kudo, thjesht mundohem të jem pak ndoshta me trup të jem aty, po emocionalisht jem pak më e distancuar. Sara, në promo vazhdimisht po e shohim edhe promo në Supernovës, por edhe Elionën dhe Klodin aty. Cili do t'jetë roli i këtyre dyve në këtë edicion të dytë të Supernovës, me qenë se kurreshtja është shumë e madhe në publik, të zbulojnë se çfarë do të bëj Klodi dhe çfarë do të bëj Eliona këto.
Më pëlqen të zvaris akoma më shumë këtë gjë. Thamë se më nxjerrin diçka, Sara. Sigurisht janë të involvuar në mënyrë në tyre sa më organike, që janë pozitive dhe janë të cilëtër, edhe kanë eksperiencën televizive që kanë patur që është sa më e tashme, për të ndihmuar pak konkurrentën ndoshta në këshilla për sa i përket edhe rrjeteve sociale, gjithmonë do jenë të involvuar në gjëra që mund të ndihmojnë me njohuri. Po bashkëpunimi me ta si është, sepse edhe këta kanë qenë në një reality show të ngjashëm me ty. Jeni duke i ndokur eksperjenca. Jemi një atmosferë shumë e mirë, ja shkruar një grup të rinj që më pëlqen shumë. Nëse nuk ka energji e mirë, besoj që nuk ec asgjë. Energjia është shumë e rëndësishme. Edhe besoj që është bërë një kombinim shumë i lezetshëm. Përpos këtyre dyve kush do të jetë pjesë e Supernovës, më aq sa na lejohet Sara të kuptojmë, se po e shohim që je shumë hermetike dhe zor që nxjerrim diçka. Janë të involvuar njerëz që kanë njohuri në këtë fushë, sepse tani nuk do ishte profesionale nga ana jon, të trajnohen nga njerëz që ndoshta nuk kanë njohuri, do ishte qesharake. Janë involvuar njerëz që kanë njohuri, kanë eksperiencë, janë profesionistë, janë të ashpër, dinë të menaxhojnë situata, fotograf me shumë vit eksperiencë, modele me vit eksperiencë jashtë shteti, sepse duam patjetër të involvojmë komponent eksperiencë, sharmi, bukuri, të gjitha bashkë. A do të ketë fitues një vajzë dhe një djalë, Sara? Besoj se nga ky edicion do jenë shumë fitues në shumë versione, siç ndodhi edhe nga edicioni i parë, sepse nuk është vetëm çmimet kryesore 3 njerëzve të parë, po do jenë edhe shumë pozicione pune gjatë Supernovës. Pikërisht këto do ishta me pyet përveç çmimit të parë çka do të përfitojnë pjesëmarrësit. Sigurisht nuk po zbërthejmë shumë se ti lëmë jo, fare. Sigurisht që do shtohet elementi i Bigut, sepse në Klan Kosova tashme Bigu besoj që nuk mund të mohoj asnjëri që është bërë një nga elementet më të fuqishëm. Edhe pa pik problemi ne mund të prodhojmë më shumë se një personazh që kualifikohet për në Big. Nga audicionet që pam jemi me vetbesim. Edhe pastaj është edhe pozicionet e punës në Klan Kosova. Klan Kosova është një nga institucionet më të forta në Kosovë që mund të kualifikohesh edhe të bëhesh një nga njerëzit që mund të punojnë këtu. Sara, është interesant për shembull ka kjo pjesa juaj e organizimit si dhe nga profesionistëve të cilët e zgjedhin një fitues ose dikën që është më i paraqitshëm që e meriton çmimin e parë, mirë po anën tjetër është publiku që ndoshta ka një simpati për dikë tjetër. Qysh mundeni me i balancu? Po, me i kombinu. Absolutisht do kombinohen, sepse publiku ka fushin më të madhe. S'bët fjalë. Pa publiku ne nuk do ishim këtu, nuk do bëhemi dot asnjë lloj gjë. Edhe unë publikun e vlerësoj sepse publiku më ka ndihmu shumë edhe pa ata nuk mund të bëja asnjë lloj gjëje. Publiku do ketë forcën më të madhe, rrjetet sociale të ndihmojnë në sadopak të kuptosh edhe nga TikToku edhe nga Instagrami kush preferohet edhe për çfarë preferohet siç është tek, sepse duhet ta cilësosh. Edhe absolutisht edhe pjesa e mesazheve. Do kombinohet shumë publiku këtë vit. Publiku do jepet një zë sa më i madh. E përmendëm e jetë, Sara, që ka pas një interesim të jashtëzakonshëm publiku për të marrë pjesë në Supernova. Jemi dëshmitar, unë Lindriti dhe gjithë ekipa e Vikendit që na kanë shkruar edhe ne për të marrë pjesë në Supernova. Madje ka pas edhe për atyre që kanë qenë fëmijë me mundësinë që mund të hyjnë. Si shkojnë për cilës moshë është kriteri për të marrë pjesë në Supernova? Këtë vit ka qenë e frikshme se pafund njerëz, jo më fort. Sara çfarë bën si atëherë? Se më ka kontaktuar filani është mund ta fut? Domethënë ka qenë e frikshme duke u munduar me u fut me njerëz të ndryshëm. Ka patur mosha të vogla, por po mundohemi me vendos pak disa limite për shumë arsye. Se pari sepse na duhet një person që të jetë mjaft i zhvilluar për me u bashkëpunu, sepse nuk kemi kohë për të humbur. Të jem sa me e drejtë s'kemi kohë për me humbur, sepse jemi shumë njerëz, sepse kemi akoma më shumë njerëz këtë vit, se nuk kemi vetëm 12 vajza, do kemi 24 persona. Praktikisht nuk kemi kohë për të humbur. Edhe sa do pak një person që është pak miri në moshë, ndoshta nuk ka pjekurinë me menaxhu situata, me të dëgjuar, me të kuptuar. Prandaj dhe ne kemi vendosur mbi 18, ndoshta e ulim pak moshën që nuk besoj në ndonjë 17 vjet, rast specifik që kemi parë që ka pjekurinë, ndoshta nga pamja është 2 metra dhe nuk kuptoj ndryshimi, po ka pjekurinë për të bashkëpunu, do jetë shumë e rrallë kjo gjë. Është gati edhe në aspektin psiqik, jo vetëm atë fizik. Shumë e rëndësishme. Kemi pa që në sezonin e parë ka pas edhe vajza të nacionaliteteve të tjera,
Si vjetë, do të ketë vajza me nacionalitet tjetër, apo do të jenë vetëm shqiptare? Jemi të Do zbulu ketë Jemi të zbulu shumë. Po që ata e kemi ftu? të Shqipërisë e të Kosovës që ngjen ekstremisht shumë, si të huaj. Latin, Okej. Latin, nordik, po. nordik, shumë fytyra të veçanta që më kanë lumturu ekstremisht shumë sepse më zi po pres t'i shoh në photoshooting. Audicionet janë bajtë e enjtën e kaluar, po dihet Sara kur do të startoj Supernova 2. Është një datë konkrete apo një afat i përcaktuar? Sa më shpejt. Sa më shpejt. Sa më shpejt. Po mundojmë domethënë episodin e parë ta bëjmë sa më dinamik, siç thash, shqiptare evitojmë ripërsëritje e sezonit e parë, po mundojmë të shohim çfarë risti mund të bëjmë, çfarë mund të funksionojë më mirë, çfarë mund të ripërsërisim, por besoj se do nisim sa më shpejt. Supernova 1 ka qenë senzacion për Kosovën, po edhe për Shqipërinë, kudo që ka pas shqiptar, e nuk kam fare dyshim që edhe Supernova 2 do të jetë e tillë. Shumë suksese ty Sara, gjithë ekipet e Supernovës, edhe urojmë që të jetë një rrugtim sa më i suksesshëm. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Suksese Sara, shpresoj të fitoj më i mirë dhe ju ta shijoni këtë si eksperiencë edhe pse është një Jo, më punë bindur që e dëshiroj shumë, mezi po e pres, sepse po e ndjej energjinë që po rjedh edhe po kënaqemi. Edhe shumë E ka rëndësishme. rëndësi mas shumë ti. Faleminderit shumë. Thank you. Nemi të Shkëputemi për shkojmë pak. me shkëputje të kthehemi me Diasporën. Shkëputje.